Shumë faleminderit zonja reaktore për pranimin e zhvillimin të këtij takimi ditën e sotme. Erdhi një kërkesë nga e gjithë anëtarësia e Këshillit për të diskutuar mbi aktivizimin ton, problematikat që kemi njësur me kolegët dhe studentët dhe si mund të zhvillojmë më tej aktivitetet tona. Një nga problematikat që kemi hasur nga fakulteti im, posaçërisht nga departamenti i drejtësisë, ishte një problem në rregullore për sa i përket përmirësimeve, për cilën jam shumë mirënjohës që u morë në konsiderat me vendim nga Senati për t'u ndryshuar. Problematikat mund të janë të shumta, por problemi më i madh është te dienia e studentëve. Nuk e kanë atë, le të themi, hapin, dhe këtë nuk e them vetëm unë, por mund ta them edhe nga një takim që kemi zhvilluar me Agjencinë Kombëtare të Rinisë, me kryesitë e këshillave të tjerë që po të njëjtin problem kanë, edhe kryetarët e universiteteve dhe kryetarët e këshillave studentore të universitetet e tjera, që po vi një brez që është shumë neglizhent edhe për të kërkuar të drejtat e tyre. Për sa i përket aktivizimit ton, kemi në plan disa aktivitete, maratonën, volejbollin, kemi kryer udhëtimin në Korçë, kemi kryer aktivitetin e futbollit, dhe për këtë jemi shumë mirënjohës, por nga ju do të kërkonim akoma dhe më shumë suport dhe më shumë fuqizim për të arritur aktivitete sa më të mira në fund ditës. Ju falenderoj shumë për prezencën tuaj këtu në aspektin e iniciativës që juve keni marrë edhe të qasjeve proaktive në zgjidhjen e problematikave të jetës studentare. Universiteti është përpjekur në maksimum të krijojë mundësitë e zhvillimit të potencialeve tuaja, e zhvillimit të hapësirave për të shprehur idetë që juve keni, për të zhvilluar ato ide që juve keni. U kemi krijuar struktura si nga pikpamja organizative, sektorin e studentëve dhe të alumnit, dhe Këshillin Studentor. U kemi lënë një fond të veçantë që Tilandro si kryetari i Këshillit Studentor e njeh më mirë, sepse her pas here ke bërë kërkesë që ai fond të shpenzohet për aktivitete të ndryshme që ju keni ideuar, sepse aktivitetet që do ideojmë ne si universitet janë me fondet tona, por ai fond është i posaçëm për çdo gjë që juve doni. Në qoftë se mendoni, sepse më thej që po të ketë mundësi që ta fuqizoni të na mbështesni më tepër, në qoftë se mendoni që duhen më tepër financime për të zhvilluar idetë që keni, absolutisht që do ta kemi parasysh edhe këtë dhe të shikojmë që vitin tjetër të arrisim dhe atë fond. Siç e dini, ka vende të posaçme për ju si student në të gjitha strukturat e Universitetit të Florës, në të gjitha komisionet ku ju jeni antar me votë, me fuqit plota si vendimarës, po kështu në të gjitha grupet studimore, grupet kërkimore të projekteve, kanë studentët si pjesë të tyre. Jo thjesht i aktivizojnë, sepse studimet i bëjmë bashkë, studimet në komunitet, shpërndarjet e pyetësorëve, apo çfarë do gjë duhet bëhet, bëhen bashkë me angazhimin e të gjithë studentëve, por edhe vetë në grupin e paguar të zhvillimit të projektit janë gjithmonë studentët si kërkesë e panegociueshme, prania studentore. Po kështu siç e kemi biseduar dhe në aktet rregullatore të universitetit, u është dhënë gjithë mundësia studentëve, u janë dhënë të gjitha mekanizmat që të jetë çdo procedurë transparente dhe mbi të gjitha të kenë mundësinë e ankimimeve. Procedurat e ankimimit janë shumë të qarta për çfarë do lloj problematike që mund të keni, daç për vlerësimet që merrni në provime, për ankesat apo pakënaqësitë që mund të keni gjatë gjithë procesit akademik. Siç e dini, çdo fund viti bëhet një pyetësor online në 2 nivele, që ju të shprehni mendimin dhe për cilësinë e mësimdhënies, për pedagogët, mënyrën se si bëhen lëndët, por edhe për anën administrative,
do me thënë për shërbimet administrative, çfarë idesh keni, apo çfarë problematika keni me shërbimet që universiteti ofron. Paralelisht ne bëjmë gjithashtu dhe një pyetësor me alumnit, me studentët që mbarojnë, dhe u tërheqim dhe atyre mendimin sepse ata në atë aspektin që e kanë mbaruar, e kanë parë si është të jesh një profesionist i formuar tek Universiteti Ismail Qemali, i kanë parë dhe problematikat që kanë hasur dhe na japi një feedback pasaj se si ne mund ta përmirësojmë më mirë punën tonë. Kështu që nga kjo pikpamje jemi munduar që t'u krijojmë juve gjithë hapësirat e mundshme për që juve jo vetëm të bëni një jetë akademike sa më të përshtatshme, por megjithatë të bëni një jetë ekstrakurrikulare, një jetë studentore, sociale për që të zhvilloni të gjitha potencialet që doni, që mendoni të zhvilloni përveç zhvillimit profesional. Një shembull i një bashkëpunimi të shkëlqyer ishte ai që ti sapo përmende, që kishte të bënte me një propozim që na erdhi nga Këshilli Studentor për ndryshimin e rregullores. Unë e vlerësoj shumë, e kam thënë dhe herë tjetër, procesin se si u bë, se sigurisht edhe të më kishin ardhur mua propozimi direkt, edhe ti kishte thënë shefit apo dekanit direkt, ne prap do ta kishim marrë parasysh sepse ishte një propozim me vend për të modifikuar njërin nga procedurat akademike të vlerësimit që kemi në Universitetin e Vlorës. Por unë e vlerësoj shumë faktin që se si ju e zgjidhët vetë, se si studentët besimin më së pari u dhan juve si përfaqësuesit tuaj. Dhe kjo tregon fuqinë që ka Këshilli Studentor, që nuk është një organ formal, por është një organ me ndikim. Dhe unë shpresoj shumë, ka qenë një nga pikësynimet pse unë jam investuar shumë që sa u bëra rektore për të ngritur këtë Këshill Studentor, sepse shpresoj shumë që juve të jeni promotorët që ta nxirrni atë brezin e ri nga kjo apatia që sapo thatë. Duhet t'ua bëjmë të qartë studentëve, juve t'ua bëni të qartë shokëve tuaj. Shumë faleminderit edhe një herë zonjës rektore për faktin që jo vetëm për këtë mbledhje, por çdo herë që ju kemi kërkuar keni qenë shumë e gatshme përpos gjithë angazhimeve tuaja personale. Është vërtet për të vlerësuar dhe ndihemi dhe ne të vlerësuar, pastaj gjithë studentët për këtë përkushtim tuaj. Një problematik që mendoj që duhet ngritur dhe shqetëson gjithë studentët, po jo vetëm të ekonomikut, jo vetëm rektoratin, po mendoj gjithë fakultetin, gjithë fakultetet e këtij universiteti është në lidhje me atë çfarë po ndodh. Pra krijimin e parkimit që po bëhet në këto momente përballë universitetit. Unë kam qenë la them si eksperiencë personale, se kam qenë duke ardhur për në universitet dhe nuk e dija në fakt se ne i trajtojmë shpesh si legjenda urbane dhe nuk e dija fiks çfarë po ndodhte dhe papritur kjo rruga që unë kam 5 vite që e bëj ishte e mbyllur. Dhe në vetvete është ndjesi patjetër jo e bukur. Dhe më ndodhi që mbasi mbarova leksion, po prisja sepse do shkoja për në punë. Dhe kur kalonin njerëzit, qarkullonte ajo legjenda tjetër që, okay, sa kohë që po bëhet parkimi me shumë gjasa do preket edhe kodina. Mendoj që për këtë duhet qartësohen të gjithë, duhet qartësohemi ne si student, dhe patjetër këtë kërkesë e bëjmë si fillim tek ju, tek institucioni, për të kuptuar realisht çfarë është duke ndodhur dhe nëse ka realisht ndonjë plan apo ndonjë të keqe që i kanoset universitetit tonë. Atëherë, për sa i përket çështjes së parkimit. Parkimi është ngritur, është ndërtuar në një territorin që administrohet nga Bashkia e Vlorës. Kryetare e Bashkisë së Vlorës para disa ditësh po tek televizioni 6+1 bëri një promoncim shtrues, mendoj unë, për gjithë procedurën, për financimin edhe për ideimin e parkimit. Është një nga ato investime që janë të domosdoshme për të patur një jetë cilësore në komunitetin tonë dhe sidomos për të mirë administruar fluksin e turistëve gjatë periudhës së verës. Sigurisht që neve na cënohet disi ai procesi, apo jo procesi, se në proceset akademike dhe administrative ne nuk na cënohet asgjë, po të themi një farë komoditeti, siç është fakti që derisa të përfundoj parkimin ne do duhet të lëvizim në rrugë dytësore, që firma i ka ngritur paraprakisht, mund t'i kesh parë dhe nga ana e fakultetit dhe nga ana e rektoratit, që është një farë devijimi të themi nga rruga jonë e zakonshme, nga përditshmëria jonë, por është një sakrificë e pakët them unë, e vogël,
përballë faktit që ne në fund të gjithë kësaj procedure, këtij procesi, do kemi një parkim në të cilin do kemi mundësi të akomodojmë shumë herë më mirë se sa ç'po akomodojmë tani siç ka qenë deri para disa ditësh ajo fluksi dhe rrëmuja e makinave të parkuara rreth rrotull universitetit. Kështu që ky absolutisht do jetë një plus për universitetin. Plus fakti që pjesa e trotuarit dhe pjesa e lulishtes përpara universitetit do rivendosen. Përtej disa shërbimeve të bashkisë që do të bëhen nga ana tjetër, nga ana përballë hotelit të Regjinës, por kjo pjesa jon do të jetë trotuar dhe lulishte siç është tani. Kështu që do rivendoset në funksion dhe do të edhe me estetike, madje sheshi që do rrethoj universitetin. E vetmja gjë, një shqetësim për të cilën ne po përgatitemi ta përballojmë do jetë shumë me makinerive, por që do jetë e përkohshme dhe që ne presim që do jetë kryesisht gjatë periudhës së beharit. Këtij behari që po vjen tani dhe nuk do na pengoj seriozisht të themi proceset që ne arrim të realizojmë. Kështu që nuk është problem pjesa e parkimit, ajo pjesë vetëm do t'i shtoj me ky ndërtim që po bëhet, ky parkim vetëm do t'i shtoj vlerat godinës së universitetit, sepse në fund të ditës do ta nxjerr më të sistemuar edhe më në ndim për pjesën e parkimit. Për sa i përket pjesës tjetër, zhurmnajës tjetër që universiteti do zhvendoset, universiteti do mbyllet apo do zvoglohet, zyrtarisht në pozicionin tim si titullare e këtij institucioni, mund t'u them me shumë garanci, nuk ka absolutisht asnjë lloj orientimi, asnjë lloj shkrese, asnjë lloj konfirmimi gojor apo shkresor nga ana e strukturave qeveritare, nga ana e Ministrisë së Arsimit, nuk e di komisionet parlamentare të cilat i kemi patur këtu dhe i kemi pyetur edhe për këtë, përveç gjithë gjërave të tjera që kemi diskutuar, dhe na ka thënë që nuk është fare në diskutim. Gjithë institucionet e kryeqytetit, daç legjislative, daç ekzekutive, nuk është fare në diskutim një situatë e tillë. Jo më që të jetë në diskutim dhe do pranohet apo nuk do pranohet. Sigurisht që në rajonin ton ofertat akademike do jenë të tjera, do ketë të tjera oferta përveç universitetit ton. Kemi një universitet privat, është bërë shkolla e aviacionit, është vendosur shkolla e aviacionit që fillimisht do të nisi punën në Tiranë, po shumë shpejt me funksionimin e aeroportit do të vendoset shkolla e aviacionit në Vlorë dhe kjo është çështje kohe, domethënë është muhabet i vendosur, i formuar. Ndërkohë që ka plane për një filial të një universiteti mjekësor i cili është si plan, si projekt që një filial të vetin ta tashoj në Spitalin Memorial të Fierit. Që është plan, se sa do realizohet, po që do akoma shumë për të realizuar. Po kështu di që është interesuar dhe një universitet me profil turistik për të hapur një filial, një dek të tij në qytetin e Vlorës. Por edhe kjo është plan. Kjo është një ofertë akademike, është një ofertë akademike e diversifikuar, në një ambient të hapur gjithmonë ka konkurrencë të shëndetshme, por Universiteti i Vlorës është një dhe i patjetërsueshëm. Në gjithë historinë e tij të krijimit, të tij 32 vjeçar, të bazës së edukimit mbi të cilët në shlisur mbi gjithë ato shkolla profesionale, arsim profesional që qyteti i Vlorës ka pasur dhe mbi bazën e të cilave është ngritur universiteti. Universiteti jon vetëm po zhvillohet. Këtë vit kemi pasur 20% më shumë student në regjistrim me studentësh krahasuar me një vit më përpara. Kemi arritur të grumbullojmë të ardhura financiare 15% më tepër nga vjet dhe këto janë statistika të raportuara që edhe ju vetë, nëse jeni kurioz, mund t'i verifikoni kur të doni. Kështu që neve vetëm po fort kemi rritur numrin e programeve. Këto 2 vitet e fundit janë shtuar 13 programe të gjitha niveleve, nga diplomat profesionale deri tek edhe një doktoratur tjetër që sapo mor miratimin që u hap. Dhe Universiteti i Vlorës është tashmë me 2 doktoratura, 2 programe doktorale në ciklin e 3 të studimeve. Kemi student ndërkombëtar. Këtë vit ne kemi filluar strukturimin si universitet ndërkombëtar. Ofrojmë diploma ndërkombëtare dhe kemi të regjistruar student ndërkombëtar. Jemi duke punuar që brenda një periudhe të themi 5 vjeçare, po edhe sikur të vej pak më tepër, Universiteti i Vlorës të shndërrohet në një universitet anglishtfolës.
kurrikulën do ta kemi ndërkombëtare, kurrikula do ofrohet anglisht, kështu që do jemi pedagogët, stafi administrativ do komunikojnë në gjuhën angleze dhe do jemi të hapur për të pranuar çfarë do lloj studenti nga të gjitha llojet, nga vende, nga brenda vendit dhe nga jashtë vendit, dhe kjo do të na bëjë një universitet vetëm në zhvillim. Sigurisht këto programe anglisht do jenë paralelisht me programet shqipe që japin, por do ta kemi gjithë kapacitetin që programet, sidomos në këto fakultete që kanë programe globale, ekonomik, inxhinieri, shkenca teknike dhe infermieri, që janë programe për tregun global, do ofrohen të gjitha në gjuhën angleze dhe ne do ecëm vetëm drejt zhvillimit të pandalshëm. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Doja t'ju falenderoja personalisht gjatë këtyre 5 viteve që unë kam qenë student në këtë universitet, kam marrë shumë përvoja dhe shumë eksperienca të ndryshme që edhe së fundmi këshilli më ka bërë që të besoj tek problematikat që kam pasur studentët dhe ne u kemi dhënë zgjidhje. Ndihem shumë i privilegjuar që sot ndodhemi këtu dhe trajtuam këto problematika që ne kishim pikpyetje në kokën tonë. Atëherë, shumë faleminderit për zhvillimin e këtij takimi, zonja rektore. Doja të theksoja se ka një rëndësi të madhe i qartësimi i gjitha fjalëve që qarkullojnë kur haset një X problematik. Mendoj se për sa i përket projektit që do të kemi përballë Fakultetit Ekonomisë, nuk do të jetë diçka shumë problematike çfarë është menduar, dhe nuk mendoj se një universitet mund të lëvizi aq shpejt nga një vend në tjetrin, nuk mund të ishet një lloj identiteti i tillë, duke ju thënë dhe për aktivitetet që do të kemi në vijim, po mendojmë të bëjmë një forum specifik, një lloj pyetësori për të ditur konkretisht se çfarë kërkojnë edhe studentët, edhe në bazë të këtij forumi do të kemi edhe prezantimin e atyre aktivitete të administrata për t'i zhvilluar në mënyrën më të mirë të mundshme. Shumë faleminderit edhe një herë për rëndësinë që u kushtoni studentëve dhe këshillit ton studentor. Faleminderit.